me një vërejtje për disa nga kryetarët e bashkive, nuk dua t'i përmend këtu emra, që janë bërë pak problem, po e them në mënyrë kështu të butë për komunitetin pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktik të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa. Ndërkohë që shembulli i ministrit aktual të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shërbimi jashtë Tiranës, edhe pse shtëpinë e kishte dhe e ka në Tiranë, është një shembull që duhet ta kenë parasysh disa kryetarë që sot nuk dua t'i përmend me emër, por herën tjetër do duhet t'i përmend me emër dhe publikisht, që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ha diskutim kjo punë, dhe vinë Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Besoj që kam të gjithë mirëkuptimin tuaj për të adresuar një orë më parë këtë shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për i vërtetës nga disa prej komuniteteve tuaja. Kryesisht në jug perëndim, në jug lindje të vendit, jo në jug perëndim, në jug lindje të vendit. Në aksin Tiranë-Korçë. Dakord? Kryesisht. Se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithë kohën, se si janë, si s'janë, prap ata janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë. Nuk e kam këtu për Soti Raqin, nuk e kam as për ministrin. Dakord? Për ta mbyllur me një buzëqeshje që uroj të jetë një buzëqeshje e ëmbël dhe mos kthehet në një buzëqeshje të hidhur për asnjërin. Shumë faleminderit.